Fjala sot. Enigmë. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është enigmë. Enigma nuk është një fjalë e re për asnjërin prej nesh. Por shumë gjëra në jetën tonë ne mund të themi se janë enigma, të cilat nuk i dim se si do të përfundojnë, apo se kur do të përfundojnë. Për shembull, ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë pas një viti, pas një muaji, madje as pas një dite. Dhe sigurisht që nuk mund të parashikojmë se kur do të jetë dita jone e fundit mbi këtë tokë. Prandaj ne ju ftojmë të na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar dhe kuptuar se Perëndia ka bërë një rrugë dhe vetëm një rrugë që enigma e vdekjes të mos e shqetësojë më mendjen tonë, ndërkohë që jetojmë jetën e mrekullueshme që Ai na ka thirrur të bëjmë. Njëherë Jezusi tha: "Çfarë mund të jap njeriu në këmbim të jetës së tij?" Kjo është pyetje me vend. Në fakt, përgjigja është e drejtë për drejtë, por nënkuptimet e përgjigjes janë shumë të thella. Përgjigja është se nuk ka asgjë që një person mund të japë për të siguruar jetëgjatësinë e tij. Siç kanë thënë shumë njerëz, kur Perëndia vendos se koha juaj ka ardhur, koha juaj ka ardhur dhe asnjë shumë parash, pushteti, prestigji nuk mund të ofrohet për të shpëtuar veten tuaj nga vdekja. Ne kemi një lloj gjëgjëse, një fjalë të urtë tek Psalmi numër 49 që thotë: "Dëgjoni gjithë popujt, vini veshin o banor të botës, qofshin njerëz të popullit dhe fisnik, të pasur dhe të varfër tokë. Kredhja në mendime e zemrës sime do të sjellë mirë kuptim. Unë do ta ndjek një proverb, do ta paraqes enigmën time me harp. Pse duhet kem frikë nga ditët e fatkeqësisë, kur më rrethon likësia e kundërshtarëve të mi, ata që kanë besim në pasuritë e tyre dhe mburren me bollokun e pasurisë së tyre? Asnjëri nuk mund të shpengoj kurse si vllain e tij, as t'i jap Perëndisë çmimin e shpengimit të tij, sepse shpengimi i shpirtit të tij është shumë i shtrenjtë dhe çmimi i saj nuk do të mjaftonte kurrë për të bërë që ai të jetojë përjetë dhe të mos shohë gropën." Ky është një mësim interesant i cili thekson faktin që jeta është shumë e çmuar e përsëri në të njëjtën kohë, pavarësisht përpjekjeve dhe parave, ne nuk mund të shpëtojmë askënd nga vdekja. Këto janë të vërteta që të gjithë duhet t'i pranojmë. Në fakt, kur flitet për vdekjen, ajo është një mundësi e barabartë, le të themi, askush nuk është i favorizuar, thot Psalmi. Kjo të godet, prek, të pasurin dhe të varfrin, të fuqishmin dhe të dobtin, të riun dhe të vjetrin. Asnjë nga ne nuk është vërtet i habitur nëse sheh një fëmijë që vdes apo një person që vuan nga një smundje kur është në moshë të re, sepse vdekja është gjithmonë aty dhe ne e mbajmë vdekjen në trupin ton për shkak të mëkatit. Në letrën e Romakëve në kapitullin 5, na thuhet se shkaku i vdekjes është natyra jonë mëkatare. Kjo është arsyeja pse të gjithë përfundojnë në vdekje. Ne jemi të shtrembëruar e të prishur për shkak të mëkatit ton. Pra, në fund, nuk ka shëndet të pastër brenda nesh, sepse ne mbajmë këtë smundje të frymës dhe të mendjes. Madje, kjo ndikon edhe në trupin ton deri në pikën e vdekjes. Ne kemi brenda nesh edhe ndërgjegje gjithashtu. Tek letra Romakëve theksohet edhe kjo. Ne të gjithë e dim se kemi shkelur vullnetin e Perëndisë. Të gjithë, po të jemi të sinqertë me veten, e dim se kemi patur momente egoiste, lakmitare, plot epsh, dhe ato na kanë bërë të mendojmë gjëra të këqija, të bëjmë gjëra të këqija dhe jo të perëndishme. Të gjithë kemi mëkatuar dhe jemi privuar nga lavdia e Perëndisë, thot shkrimi, por jemi shpenguar përmes Jezu Krishtit. Kështu, tek psalmet, nuk flitet vërtet për atë që ju mendoni. Në fillim, ju mund të mendoni se ky tekst, ky pasazh nga psalmet është një vajtim,
një lloj deklarate e trishtuar. Nuk është turp të themi se vdekja na prek të gjithëve, madje as më të fuqishmit nuk mund t'i shpëtojnë asaj. Por faktikisht, Psalmi 49 nuk ka të bëjë me këtë. Nuk ka të bëjë me vajtimin, përkundrazi, ai është një këngë ironike. Po, ai po thotë se ata që duan ta vënë besimin tek pasuria e tyre, apo tek forca e tyre, apo tek pozita e tyre shoqërore, ose tek inteligjenca e tyre, në fund do të vdesin si gjithë të tjerët. Dhe çfarë do të fitojnë ata? Asgjë. Ata nuk do të jenë të shpenguar. Nuk do t'u jepet jetë nga Perëndia, sepse e kanë kundërshtuar Perëndinë e jetës, nga që e kanë vënë besimin tek forcat e tyre, që në fund do t'i zhgënjejnë. Më pas, Psalmi 49 na nxit duke thënë: Mos ki frikë kur dikush pasurohet, kur lavdia e shtëpisë së tij rritet, sepse kur do të vdes, nuk do të marrë asgjë me vete. Lavdia e tij nuk do të zbresë pas tij. Edhe nëse në jetë e ndjente veten të lumtur, në fakt njerëzia të lavdëron kur pasurohesh, ai do të arrijë brezin e etërve të tij që nuk do ta shohin kurrë më dritën. Në fakt, Psalmi 49 përfundon: Njeriu që jeton në mes të pasurive, pa pasur gjykim, është një lloj si kafshët që zhduken. Ne duhet të ndjejmë keqardhje për dikë që e vë besimin dhe shpresën e vet tek pasuria që ka apo tek statusi shoqëror. Nëse ai mendon se jeta ka të bëjë vetëm me këto, e kanë shumë gabim. Në vend që të mendojmë kështu, ne duhet ta vëmë besimin dhe shpresën tonë në Zotin. Më kujtohen fjalët që Pali shkruan Timoteut: Porositi të pasurit e kësaj bote të mos jenë krenar dhe të mos i mbajnë shpresat në pasurinë që është e pasigurt. Në fakt, duke u kthyer përsëri në Psalmin ton 49 thuhet: Por Perëndia im do ta shpengoj shpirtin tim nga pushteti i Sheolit, sepse ai do të më pranojë. Çfarë sigurie dhe shpresë mrekullueshme. Këtu duhet të gjendet gëzimi ynë i vërtet dhe vizioni ynë i vërtet për të ardhmen, jo në gjërat materiale që kemi, jo në fuqinë apo në pasurinë që kemi, por në Perëndinë që na shpëton nga vdekja. Në fakt, ne e shohim këtë tallje të armiqve të Perëndisë përgjatë gjithë shkrimit. Gjithmonë do të ketë njerëz që do ta kundërshtojnë atë, që do ta kundërshtojnë Jezu Krishtin dhe në fund, ata nuk do të marrin asgjë, veç vdekjes dhe shkatrimit. Sa e trishtueshme, sa e tmerrshme. Shkrimi na thërret të heqim dorë nga ky lloj qëndrimi dhe të jetojmë. Tek Zbulesa kapitulli 14, fjala e Perëndisë na jep një vizion të Gjonit që thotë se Babilonia, armiku i madh i Perëndisë, do të bjerë. Aty lexojmë: Ra Babilonia, qyteti i madh. Tek Zbulesa kapitulli 18 thuhet: Shpërblejani atë që ajo ju ka bërë juve. Përkundrazi, shpërblejani dyfish, sipas veprave të saj. Në kupën që ajo derdhi, derdhini dyfishin. Në vargun 4 thuhet, duke nxitur popullin e Perëndisë: Dilni prej saj, o populli im, që të mos bëheni pjesëtar të mëkateve të saj dhe të mos merrni nga plagët e saj. I krishteri, personi që vjen tek Jezu Krishti, duhet të kuptojë se nuk ka asnjë mënyrë për t'i shpëtuar vdekjes. Nuk ka asnjë mënyrë për ta shpëtuar veten me forcat tuaja. Kjo vjen nga mbështetja e plotë tek Perëndia që shpëton. E dini, nuk mund t'i shpëtojmë të pashmangshmes. Ne do të vdesim. Por ne kemi një Perëndi që mund të na shpëtojë, një Perëndi që mund ta shpengojë jetën tonë nga varri. Kështu, në fund, ne nuk vajtojmë. Në fakt, ne nuk shohim përreth njerëz që besojnë tek Jezusi dhe thonë se sa e tmerrshme është që të gjithë plakemi e të gjithë vdesim. Po, ne e pranojmë realitetin dhe se gjëra katastrofike ndodhin. Ne e dimë se ka njerëz që vdesin nga rrëshqitjet e dheut apo aksidentet me makinë. Po, këto gjëra janë të tmerrshme dhe vdekja është gjithmonë rreth nesh, por kjo gjë nuk na largon gëzimin. Ajo nuk e vret shpresën tonë, sepse ne njohim Perëndin që shpengon jetën tonë nga varri. Ne nuk e vendosim besimin dhe sigurinë tonë tek forcat tona apo inteligjenca jonë. Përkundrazi, ne e vëmë shpresën tonë tek Zoti Perëndi. Është interesante sepse Psalmi 49 thotë: Asnjëri nuk mund të shpengojë kurse si vllain e tij, as t'i japë Perëndis çmimin e shpengimit të tij.
Asnjë njeri mëkatar nuk mund ta bëjë këtë. Unë sigurisht që nuk mund ta paguaj çmimin për mëkatet tuaja. As ju nuk mund ta bëni këtë për dikë tjetër. Por ka një njeri hyjnor që e ka bërë. Ai është i vetmi përjashtim nga ky ligj dhe është Zoti Jezu Krisht. Ne kemi atë që pagoi çmimin për jetën e gjithë njerëzve të tjerë. Ai dha jetën e tij që ne të mund të jemi të falur, që ne të mund të vijmë tek Perëndia dhe të mos gjykohemi prej tij, përkundrazi, të jemi të falur si bijtë të tij. Sa gjë dramatike, por edhe fantastike. Kjo është arsyeja pse quhet lajmi i mirë. Kjo është arsyeja pse quhet Ungjill. Dhe ju mund ta merrni këtë mesazh të mrekullueshëm që do t'ju jap sigurinë se mund keni jetë përtej varrit. A nuk ju bën kjo që të dëshironi të mos e vini më shpresën dhe sigurinë tek mendja juaj apo tek fuqia dhe forca juaj e përkohshme? Këto do të veniten. Cili është avantazhi i përpjekjes për të gjetur shpresën dhe shpëtimin tek vetja juaj? Në fund, këto do të dështojnë. Kështu, në vend që të bëni këtë, ju jeni të thirrur të ktheheni tek Perëndia e ta përulni veten tuaj. Ne nuk duam që njerëzit të vuajnë e të vdesin, por ata janë të marrë nëse e marrin vetë kontrollin e vetës së tyre dhe thonë se mund ta shpëtojnë veten. Kjo nuk ka kuptim. Vetëm Perëndia mund ta shpëtojë jetën tuaj nga varri. Vetëm Jezu Krishti ju ofron jetë të përjetshme. Askush tjetër nuk mund ta bëjë këtë. Kjo është arsyeja pse jeni thirrur ta përulni veten dhe të mos e vini sigurinë në pasurinë, fuqinë apo gjërat materiale që keni, por tek Jezu Krishti. Ai dëshiron t'ju ofrojë faljen e Perëndisë dhe sigurinë e jetës së përjetshme në emrin e Tij. Miq të programit ton, ne lutemi që përmes këtij programi ju të keni kuptuar se gjërat materiale që ju zotëroni sot nuk kanë asnjë vlerë për të ardhmen. Perëndia ju thërret të vini tek ai dhe përmes Jezu Krishtit, birit të Tij, që dha jetën për faljen e mëkateve tona dhe për pajtimin ton me Perëndin, të kemi jetën e përjetshme. Përulini veten tuaj para Zotit Jezus Krisht dhe kërkoni shpengimin e Perëndisë. Për të mësuar më shumë për këtë, dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare të WR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email të wralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin të WR Albania playlista Fjala Sot.